Lakmia është si një kal që vret kalorësin e saj. Kjo thënie ndriçuese e Imam Aliut nxjerr në pa natyrën shkatërruese të lakmisë dhe pasojat e saj. Kurani na ofron disa vargje që hedhin dritë mbi rreziqet dhe pasojat negative të lakmisë. Në suren Muminun, prej ajetit 12 deri 22, Allahu paralajmëron kundër natyrës shkatërruese të lakmisë, duke thënë: Ne e krijuam njeriun prej një lëngu të përzgjedhur nga balta, pastaj e vendosëm si një pikë uji në një vend të sigurt. Pastaj pikën e ujit e bëm gjak të ngjizur, e gjakun e ngjizur e bëm copë mishi, e copën e mishit e bëm kocka, e kockat i mbuluam me mish, pastaj e formuam atë në një krijesë tjetër, i lartësuar qoftë Allahu, krijuesi më i mirë. Pastaj, pas kësaj, ju do të vdisni, pastaj, në ditën e Kiametit do të ringjalleni. Ne kemi krijuar mbi ju 7 qiej të fortifikuar dhe nuk jemi të pakujdesshëm ndaj krijimit. Ne lëshojmë nga qielli ujë me mas dhe e vendosim atë në tokë, por ne kemi mundësi ta largojmë atë. Me ato ujë, ne ju dham të pini dhe ju rritëm kopshte me hurma e rrush, ku ju keni shumë fryte dhe prej tyre hani. Dhe rritëm një pemë që del nga mali Sinai, e cila prodhon vaj dhe është ushqim për ata që e han. Dhe ju keni edhe të bagëtit një mësim. Ne ju japim të pini nga ato që janë në barkun e tyre. Ju keni shumë dobi prej tyre dhe prej tyre hani. Dhe mbi to dhe mbi anijet ju barteni. Nga ky pasazh, ne mund të kuptojmë se Allahu na ka dhënë bekime dhe furnizime të shumta. Megjithatë, dëshira e tepruar për më shumë, lakmia, mund të çojë në pasoja negative, mund të na verbojë ndaj bekimeve që tashmë i kemi dhe të na bëjë të bëhemi mosmirnjohës. Lakmia mund të na çojë gjithashtu në sjellje jo etike, pasi dikush mund të përdorë pandershmërinë, shfrytëzimin ose grumbullimin e pasurisë në kurrizë të tjerëve. Thënia e Imam Aliut thekson natyrën vetë shkatërruese të lakmisë, ashtu si një kalorës që konsumohet nga lakmia, humb kontrollin e tij dhe bie në humnerën e vdekjes. Një person që e lejon veten të konsumohet nga lakmia, përfundimisht do të vuajë pasojat. Lakmia mund të na çojë në një ndjekje të pafundme të zotërimeve materiale, fuqisë dhe pasurisë, duke mos lënë vend për kënaqësi, paqe dhe zhvillim shpirtëror. Duke menduar mbi këtë thënie, na përkujtohet rëndësia e modestisë dhe kënaqësisë në jetën tonë. Islami na mëson të kërkojmë furnizime të lishme dhe të gëzojmë bekimet që na ka dhënë Allahu, por jo të bëhemi robër të dëshirave tona. Ne duhet të përpiqemi për modesti dhe të jemi mirënjohës për atë që kemi, në vend që të ndjekim vazhdimisht për më shumë. Si përfundim, thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtesë e fuqishme për muslimanët që të ruhen nga natyra shkatërruese e lakmisë. Duke njohur rreziqet e dëshirës së tepërt dhe duke u përpjekur për kënaqësi, ne mund të bëjmë një jetë më të plotë dhe më të pasur shpirtërore. Allahu na ruajt nga dëmet e lakmisë dhe na udhëzoft në rrugën e modestisë dhe të drejtësisë.